Ditët e fundit janë zhvilluar disa raunde bisedimesh mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit pa patur ndonjë rezultat domethënës. Si vlerëson këto zhvillime dhe çfarë tregojnë për të ardhmen e negociatave? E ardhmja duket e paqartë, megjithëse nuk mund të themi me saktësi që lufta ka përfunduar. Nuk e themi dot. Situata është kështu pezull, është pending nga të gjitha palët, askush nuk ka huar, por askush nuk ka humbur. Të gjitha palët janë në përpjekje të përfituar sa më shumë që të jetë e mundur në negociata tashmë. Pra negociatat po shihen si vazhdim i luftës. Asaj lufte që ne pam për më shumë se 30 ditë me raketa dhe me dronë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht, janë në një pozitë të pafavorshme sepse gjithçka që ato po përpiqen ta arrijnë në këto negociata është në shkëmbim edhe të një kushti që nuk ekzistonte para se kjo luftë fillonte dhe që është ngushtica e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është leva më e fortë që kanë në këtë moment që ne flasim në dorën e vet, është një kusht i ri i krijuar nga mungesa e vizionit strategjik të ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga këmbgulja gjithashtu e Izraelit. Meqense përmenda Izrael, duhet kemi parasysh që pavarësisht një arpushimi të deklaruar midis Izraelit dhe Libanit, situata në terren vijon të ngelet në gjendje të mirëfillt lufte me zona dhe me fshatra që bombardohen në Libanin Migor dhe me 10 persona që kanë humbur jetën nga këto bombime gjatë kohës së arpushimit. Sepse edhe Izraeli edhe Hezbollahu në Liban kanë ruajtur të drejtën e përgjigjes në rast të prishjes së armpushimit nga palët ushtarë. Prandaj nuk mund të themi që situata në Liban është në gjendje të mirëfillt armpushimi, megjithëse qeveria e Libanit është zotuar për çarmatosjen e Hezbollahut, gjë që e ka bërë atë të shihet si tradhtare në sytë e Hezbollahut, që është faktor politik dhe ushtarak shumë i rëndësishëm në Liban, dhe gjithashtu ka kërkuar që të futet në biseda të drejtë për drejta me Izraelin, pra qeveria e Megjithatë, për të kaluar sërish tek Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministri i jashtëm i Iranit ka patur një tur vizitash me aleatët e tij, fillim në Pakistan, me ndërmjetësit me ata që e ndërmjetësojnë marrëdhënien ose këto negociata me Amerikën. Pastaj ka shkuar në Oman dhe pastaj në Moskë ku është takuar me presidentin Putin. Në Oman Irani ka bërë edhe një tjetër kërkesë, një tjetër propozim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u është dërguar palës amerikane përmes Pakistanit. Dhe në këtë propozim me 3 pika kryesore, cili për hir të së vërtetës është ende në shqyrtim, por me shumë skepticizëm nga ana e administratës Trump, thuhej që Irani është i gatshëm që të lirojë ngushticën e Hormuzit në marrëveshje dhe në administrim të përbashkët me Omanin, në rast se ndalen luftimet, pra përfundon lufta, dhe vetëm pastaj, pasi të bëhet ky administrim i përbashkët i ngushticës së Hormuzit me Omanin, mund të flasim për çështjen bërthamore, pra si pikë e tretë. Qartazi kjo nuk është parë me sy të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është pranuar. Presidenti Trump e ka rrëzuar atë në takimin me Këshillin e... Po pse është refuzuar? Janë refuzuar këto kërkesa? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës shohin çështjen bërthamore si levën kryesore që ato kanë në këto negociata. Është përmbushja e kërkesës së tyre për heqjen dorë nga pasurimi i uraniumit dhe për dorëzimin e asaj sasie uraniumit të pasuruar tashmë që zotëron Irani, ose tek Shtetet e Bashkuara, ose tek
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Botërore, kushti i parë për të ulur dhe për të patur të ai çfarëdo lloj marrëveshje me kushte të tjera, është numri 1. Ndërkohë që tek këto tre pikat e propozimit të Iranit, ky ishte kushti 3. Pra së pari ndalen luftimet, së dyti sigurohet ngushtica e Hormuzit në administrim të përbashkët midis Iranit dhe Omanit, sigurisht duke u hapur, sigurisht duke filluar procesi i minimit, se aty ka mina dëtare në ngushticë. Dhe pastaj e treta është që kur jemi bërë këto dy të parat, do ulemi dhe do flasim për çështje thamore. Pra shohim e flasim, e thënë më shi. Prandaj kjo u hodh poshtë ose u pa me shumë skepticizëm dhe nuk u pranua në Washington. Po propozimi i Iranit që ju sapo thatë për rihapjen e ngushticës Hormuzit, e shikoni më shumë si një kompromis real që Irani do t'i bëjë Shteteve të Bashkuara apo e shikoni si një mjet presioni? Shiko, më dëgjon? Po. Më dëgjon? Po, më dëgjon ti? Po. Po. Shiko, Irani ka kuptuar që përgjatë kësaj fushate bombardimesh edhe pas saj mund të jetë një fuqi rajonale e ndërhyjur. Dhe kjo është merita e së vizionit strategjik të administratës Trump më shumë se sa merita e Iranit. Pra, Irani ka kuptuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk se do të mbrojnë shtetet aleatët i gjirit, sepse Irani i bombardoi ato në pjesë me raketa dhe me dron, dhe sigurisht vetëm bazat amerikane që gjenden aty. Pra, Irani nuk bombardoi vetëm bazat amerikane në vendet e gjirit. Bombardoi edhe hotelet, edhe rrugët, edhe qendret ato, pra vendet grumbullimet apo pikat civile. Kështu e kuptoj që Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në mbrojtje për aleatët e gjirit ashtu siç edhe nuk ndodhi. Nga ana tjetër, me bllokimin e ngushticës së Hormuzit, Irani kuptoi se kishte në dorë një levë shumë të fortë për të detyruar aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të bëjnë presion për arritjen e një marrëveshje. Sepse vërtet Amerika nuk preket drejt nga bllokimi i lëndës së djegshme dhe i hidrokarbureve, por janë aleatët e saj që preken shumë. Pra gjithë ekonomia botërore rrokulliset në shkak të mungesës së hidrokarbureve. Kështu që Irani e kuptoi shumë mirë këtë gjë. Sigurisht që Irani është i interesuar që konflikti të përcipse. Nga ana e Iranit ka patur dëme të jashtëzakonshme në infrastrukturë dhe në njerëzore të humbura, por sigurisht të gjitha këto janë dëme ekonomike. Kështu që tjetër që ai dëshiron që të përfundojë lufta dhe të hapet ngushtica e Hormuzit. Por kjo ngushtica e Hormuzit nuk do të hapet siç ka qenë e hapur më herë. Do të hapet tashmë me qenë nën kontrollin e Iranit. Pra ky është këndvështrimi dhe kërkesa dhe qëndrimi që ka Irani. Me sa duket nuk po sfidohet dot në mënyrë serioze nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këndvështrimi që tani e tutje ngushtica e Hormuzit kur të hapet do të jetë në administrimin e drejtë për drejtë ose në një ndarje sovranitetesh e drejtë për drejtë kjo midis Iranit edhe Omanit që janë dy fqinjet pikërisht tek ngushtica e Hormuzit. Kohët e fundit janë rritur tensione mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, duke përfshirë këtu deklarata kritike nga figura si Donald Trump dhe Marco Rubio. Si shikoni të ardhmen e NATO-s në këtë klimë politike dhe cilat janë dobësitë që NATO ka shfaqur gjatë këtyre krizave? Historikisht NATO ka patur një asimetri të madhe midis investimit dhe numrit vendeve antarëve dhe pra numrit vendeve pjesëmarrëse. Me numri vendeve pjesëmarrëse që qenë i madh, relativisht i madh,
kjo nuk ka qenë në përpjestim të drejtë edhe me kontributin që secili vend ka dhënë për aleancën. Amerika, që është vendi i parë të menduesi i NATO-s, dhe umbrella e NATO-s, është vendi që ka dhënë 77% të armatimit dhe të financave të NATO-s. Ndërkohë që të gjitha vendet e tjera bashkë 23%. Kjo është një asimetri e madhe. Një asimetri e cila në një moment të caktuar do të bëjë edhe probleme dhe burim konflikti dhe çarje brenda aleancës. Dhe momenti erdhi pikërisht kur në zyrën ovale në Shtëpinë e Bardhë erdhi një personazh kontrovers edhe shprehës i mendësisë më ksenofobe dhe më përçarëse brenda shoqërisë amerikane, siç është presidenti Donald Trump. Pra, ky problem nuk ka ardhur me Donald Trump, por Donald Trump është shprehës dhe e ka nxjerr atë problem që ka ekzistuar. Dhe sigurisht ajo që aleatët e NATO-s, vendet evropiane bën në raport me kërkesën e presidentit Trump për t'i ardhur në ndihmë me anijet e tyre në ngushticën e Hormuzit, në një mënyrë ishte një përgjigje që i vinte për presidentit Trump pasi ai i la aleatët e NATO-s të përballen me Rusinë në Ukrainë. Pra, Trump hoqi dorë nga Ukraina në një mënyrë ose në tjetër, paçka se si do të ishte fati Ukrainës në gjitha skenarët, po them këtë. Por ai hoqi dorë nga Ukraina dhe aleatët evropianë hoqën dorë nga mbështetja e tij në Iran. Tani nuk është se aleatët evropianë kishin shumë në dorë për të bërë në Iran, nëse atje nuk po bënte gjë marina më e madhe në botë ajo amerikane, çfarë mund të bëne anija apo 3 fregata apo 4-5 fregata evropiane më shumë se aq. Në kuptimin përmbajtësor absolutisht nuk mund të kishte më shumë ndikim, po ishte një gjest i cili simbolikisht tregoi se Aleanca e NATO-s de facto ka marrë fund në këtë moment që ne flasim. Dhe nuk është vetëm rasti i Iranit, është rasti i Groenlandës, kur presidenti Trump ka kërcënuar me pushtim dhe aneksim të këtij territori që i takon një vendi të Bashkimit Evropian. Është rasti i strategjisë sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si dokument mjaft i përfolur i nëntorit vitit kaluar, ku administrata amerikane e bënte të qartë që Evropa do duhej të mbështetej nga tani e tutje në forcat e veta, si nga pikpamja ekonomike, ashtu edhe nga pikpamja ushtarake. Kështu që kjo është për ta mbyllur përfundimi i NATO-s si një aleancë de facto, paçka se aleatët evropianë si Macron dhe Merz kanë paralajmëruar se mundet ta rifuqizojnë atë në kuadrin e një strukture të mirëfillt evropiane me financa dhe me armatime, por kjo do të dojë kohë. Përfundimi i një aleance de facto si NATO vjen natyrshëm pasi edhe objektivat e NATO-s nuk ekzistojnë në Bashkimin Sovjetik, kundërshtari për të cilën u krijua NATO, kundër së cilës u krijua NATO, nuk ekziston në lufta kundër terrorit, sepse praktikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë aleat me vendet muslimane që deri para 10 apo 15 vitesh ishte lufta kundër terrorit, që ishte lufta kundër këtyre vendeve. Prandaj natyrshëm edhe misionit NATO-s duket sikur i ka ardhur fundi. Ky nuk është lajm i mirë për ne shqiptarët, sepse struktura e sigurisë aderon NATO edhe është varet në mënyrë etike nga NATO dhe nga vendet e NATO-s që ne i kemi përqin. Por kjo është një ardhmë të cilën ne duhet ta marrim shumë seriozisht dhe ta analizojmë. Vizita e mbretit Charles III në Washington zhvillohet në një klim tensionesh mes Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë të Bashkuar për shkak të mosmarrëveshjeve për ngjarjet që po ndodhin të ndërhyrjet në Iran. Çfarë pritet sjellë kjo në marrëdhënien mes dy vendeve? Mbreti Charles III po përpiqet që të zbusë marrëdhënien e të ruar midis qeverisë amerikane dhe asaj britanike, midis
presidenti Trump dhe kryeministri Starmer, të cilët duket se ndajnë vizione të ndryshme në sa i takon politikashme dhe konflikteve në Ukrainë dhe konflikteve në Iran. Mos harrojmë që Britania e Madhe dhe qeveria e saj është një nga mbështetësit më të parepura të përpjekjeve të Ukrainës kundër agresionit rus dhe të theksoi dhe mbretëri Charles në fjalimin që mbajti në Kongresin Amerikan. Nga ana tjetër duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mënyrë ose një mënyrë tjetër kërkojnë që Ukraina të japë koncesione Rusisë për të përfunduar luftën, pra duket sikur janë më pranë Vladimir Putinit sesa Ukrainës dhe Kievit. Ndërkohë që në një pranë është një situatë e ngjashme ku kryeministri Starmer ka thënë që kjo nuk është një luftë që i përket Mbretërisë së Bashkuar. U kanë folur gjithashtu, kanë patur përplasje gjithashtu edhe për ishujt të Chagos e për bazën britanike në Diego Garcia për t'ja vënë, ose më saktë për mos ja vënë në dispozicion bazën britanike avion nga Amerikan, por edhe për sovranitetin e ishujve Malvine ose ishujve Falkland që janë diku në jug të Atlantikut. Kështu që ka një sër temash për të cilat Mbretëria e Bashkuar edhe Shtetet e Bashkuara në nivele qeverish janë me divergjencë jo të vogël, por nuk e di se sa kjo do të çojë në një çarje të paripërshme midis dy vendeve, të cilat nuk duhet harrojmë që janë dy aleate të lidhura natyrshëm prej shumë elementësh, prej gjuhës, prej formës dhe konceptit të qeverisjes për demokracisë anglosaksone e të tjerë. Mos harrojmë gjithashtu që të dyja administratat në një kuptim i lidhin edhe skandali i dosjeve Epstein. Pra, presidenti Trump ka qenë një i njohur i Jeffrey Epstein, siç ka pasur edhe foto me të foto që janë publike, ndërkohë që sa i takon administratës britanike është një furtunë të vërtet skandalesh pas rrjedhjes së emaileve të komunikimeve të ish ambasadorit britanik në SBA, Peter Mandelson, për takimet e tij me Epstein dhe për dhënien e informacioneve të klasifikuara të detyrave që ai mbante. Shpresoj që marrëdhënia midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe të mos pësojë një çarje të paripërshme se do të ishte realisht tragjike në kuptimin e sigurisë Atlantikut të Veriut. Nga ana tjetër, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ditën e sotme ka paralajmëruar se kriza energjetike e shkaktuar nga tensionet me Iranin i ka kushtuar Europës rreth 27 miliard euro. Si shpjegohet fakti që një konflikt në lindjen e mesme ka shkaktuar një krizë kaq të madhe ndaj energjisë, dhe pse Europa është kaq e varur nga importet e energjisë, e cila do të jenë rreziqet pastaj nga kjo varësi? Shiko, Evropa dhe sidomos pjesa jugore e saj është ajo që furnizohet drejt për drejt me lëndë të djegshme dhe me karburante nga gjiri persik. Nga ngushtica e Hormuzi, shtycën Bab el Mandeb në detin e Kuq, në kanalin e Suezit, pastaj në detin Mesde e në portet e shteteve jugore të Bashkimit Evropian, në Spanjë, në Itali, në Greqi, atjetër në Turqi edhe në Levant dhe në Afrikën e Veriut. Kështu që një pjesë madhe të karburanteve e merr nga ngushtica e Hormuzit në vetë gjirin persik. Mos harrojmë gjithashtu edhe për karburantet e avionëve ndodhe një gjë, sepse autoriteti i aviacionit Bashkimit Evropian ka paralajmëruar që diku edhe 4 javë ndoshta ka ende rezerva të karburantit e avionit në zonin. Pastaj do të fillojnë kryqëzimet e forta të shërbimeve të shkurtra. Kështu që nga ana tjetër kemi problemin e fertilizantëve të preharave kimik dhe kjo parashikohet të sjellë një situatë urie, por në vendet më të parafrotës sigurisht duhet fjalë për Bashkimin Evropian.
Por rritja e këtyre çmimeve ndikon zinxhir në rritjen e gjithë çmimeve të tjera, sepse këto janë lëndët bazë, lënda bazë energjetike edhe lënda bazë ushqimore prej nga nis pra zinxhiri ushqimor i shumicës dërmuese të produkteve të tjera. Kështu që kjo është edhe arsyeja pse ndikohet nga nafta e gjirit persik dhe nga plera kimike të gjirit persik. Sigurisht nuk janë vendet me ndikimin më të madh, të cilat janë vendet e Azisë, Azisë Lindore dhe Azisë Juglindore, ku është drejt për drejti industria e prekur. Në rastin e Evropës preket industria, por më shumë preket konsumi. Pra duhet kemi parasysh që nafta ose benzina ka dy mënyra kryesore se si përdoret. Është konsumi personal në makinat personale dhe konsumi industrial. Edhe në qoftë se ti arrin për shembull që gjithë transportin, gjitha makinat e përdorimit me qytetarët ti kthesh në makina elektrike, ngelet problemi i naftës industrial që ty sërish të rrit çlimet. Pra është gjithë kompleksi industrial i një vendi që funksionon me naftë dhe gjithsesi do preket nga rritja e çmimit. Bashkimi Evropian, nëse di unë takimin e Kipros, ka propozuar që të ndërmarrë disa maza, siç është diversifikimi i burimeve të energjisë, qartë si kur vizohet nafta dhe kur vizohet lënda e djegshme, do duhet që të gjesh burime të tjera energjie, burimet e energjisë pastër, po sigurisht energjia bërthamore, dhe Franca ka propozuar shpesh këtë gjë. Pra është vendi që përdor më së shumti energjinë bërthamore në Evropë, energji elektrike, e ujit e tjerë. Është modernizimi i industrisë dhe patjetër në modernizim të industrisë kuptojmë investimin në teknologji dhe në inteligjencë artificiale, sepse modernizimi i industrisë e optimizon edhe në kuptimin ekonomik të industrinë. Dhe patjetër për atë pjesë që ngelet dhe që përdor lëndë të djegshme, siç janë makinat apo siç janë pjesë e industrive, do të ketë për momentin pjesa më e madhe e industrive, aq sa janë në Evropë. Duhet kemi parasysh që Evropa bëri dhe një gabim të madh që e industrializoi vetë, dhe ky është problemi pse ajo po vuan mungesën e relevancës politike në rajonet ku ka teatër të luftave, pra nuk e pyet njeri Evropën sepse është irelevante. Dhe sa i takon konsumit të naftës, pra do të fusë masat e racionimit dhe të vizimit të përdorimit të karburantit. Në një hark prej ndoshta 5 vitesh, Bashkimi Evropian synon që të investojë rreth 600 mos gaboj 600 miliardë euro për diversifikimin dhe modernizimin dhe teknologjizimin e industrisë vetë drejt optimizimit të përdimit të burimit dhe diversifikimit të përdorimit të burimeve energjetike. Gjë që është një shifër mjaft po themi konkurruese, një shifër mjaft pretencioze, por duhet parë se sa realisht do të mundet që ta vendosë në praktikë Evropian duke marrë parasysh edhe burokracinë e stërmadhe që ka.